Një dinamike re globale po merr formë në heshtje. Bordi i Paqes, një strukturë e re e propozuar nga Donald Trump që po përpiqet të tërheqë mbështetjen ndërkombëtare, por deri tani numri i liderëve që kanë pranuar zyrtarisht është mjaft i kufizuar. Sipas agjencisë së lajmeve ANSA, nga 52 lider shtetesh që janë ftuar, vetëm 7 kanë konfirmuar pjesëmarrjen: Argentina, Hungaria, Kazakistani, Uzbekistani, Shqipëria dhe Vietnami. Shqipëria, përmes një njoftimi të menjëhershëm të kryeministrit Edi Rama, ishte ndër të parat që u rreshtua hapur për krah nismës së shtëpisë së bardhë. Në anën tjetër, shumica e vendeve të ftuara, përfshirë ato të Bashkimit Evropian, Japonin, Kanadan dhe disa shtete të Amerikës Latine, e kanë vendosur çështjen në analizë të thelluar politike, ligjore dhe institucionale. Shumë prej tyre kanë theksuar nevojën për konsultim me partnerët ndërkombëtar, veçanërisht me BE-n dhe Kombet e Bashkuara, përpara se të japit një përgjigje përfundimtare. Bordi i Paqes, që në fillim ishte menduar si një mekanizëm për menaxhimin e krizës në gaz, sipas rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, tani po projektohet si një strukturë shumë më e gjerë dhe e përhershme, me synimin për të ndërhyrë në konflikte ndërkombëtare në emër të paqes, por jashtë kornizës ligjore të OKB-s. Kritikët e këtij projekti paralajmërojnë se ai mund të zhndërrohet në një organizëm paralel të dominuar nga SBA dhe personalisht nga Donald Trump, i cili përmes kësaj nisme po kërkon të ndërtojë një rend të ri ndërkombëtar ku legitimiteti nuk rrjedh nga konsensusi global, por nga aleancat tërësisht të kontrolluara nga Washingtoni, ndërsa pritet që ftesa të zgjerohet drejt më shumë liderëve. Qëndrimi i vendeve të mëdha dhe të fuqishme si Gjermania, Franca, Italia, Brazili apo India do të jetë vendimtar për fatin e këtij bordi, që në formë e funksion po përpiqet të ngrihet si një alternativë ndaj sistemit të Kombeve të Bashkuara.